kamera në kryeqytet, polici në shkolla dhe qendra monitoruese. Këto janë vetëm disa nga masat që Komuna e Prishtinës ka nisur t'i ndërmarrë pasi u kuptua se në rreth gjysmën e shkollave ka probleme me sigurinë. Sipas Policisë së Kosovës, shumë konflikte mes nxënësve nis nga komunikimi me telefon. Ato lehtë kalojnë në fyerje dhe shpesh në disa raste në dhunë fizike. Por këto situata janë të vështira për t'u trajtuar nga institucionet, pasi shpesh përfshin të mitur në moshën 14 vjeç, për të cilët nuk kanë përgjegjësi penale. A duhet të ulet mosha e përgjegjësisë penale? Apo duhet të investohet më shumë në masa parandaluese dhe rehabilituese për të mitur? Analizat të tjera tregojnë se shpesh problemi është mungesa e psikologëve në shkolla. E aty ku ka psikolog, ka raste kur një konflikt më i madh arrin të parandalohet. Një rast të fundit që mund ta përmend këtu është kur disa nxënëse vajza të shkollës sonë ishin të përfshira në një incident ku kishin planifikuar në një rrahje pas vite pas mësimit me disa nxënëse të një shkolle tjetër fillore bashku në Ferizaj. Dhe menjëherë ne si drejtori kemi marrë masat të parandalimit, ku kemi ftuar prindrit, nxënëset të përfshira dhe po ashtu janë informuar edhe organet e rendit në Ferizaj. Vetëm gjatë vitit 2025 janë regjistruar mbi 600 incidente në shkolla ose në afërsi të tyre, ndërsa të dhënat e Policisë së Kosovës tregojnë se trendi i dhunës në shkolla është në rritje. Në fund fare mbetet një pyetje thelbësore. A janë institucione duke zgjerrur problemin e sigurisë së shkollave, apo thjesht po mbahen në vëzhgim?